Kryeministri i vendit Edi Rama theksoi se lufta ndaj korrupsionit është intensifikuar në mënyrë të konsiderueshme fal këmbguljes së Partisë Socialiste dhe për herë të parë në historinë e Shqipërisë njerëzit të lidhur me pushtetin po thirren nga prokurorë dhe gjykatës të pavarur. Për herë të parë në historinë e Shqipërisë po ndodh njerëz të lidhur me pushtetin politik thirren nga prokurorë dhe gjykatës të pavarur nga pushteti politik për herë të parë. Dhe kush thotë që kjo nuk ka lidhje me mua dhe Partinë Socialiste, nuk thot vërtetën. Nuk thot vërtetën. Jemi pikërisht unë dhe Partia Socialiste që e kemi sjell këtë risi historike në jetën shqiptare. Risi historike në jetën shqiptare që nga 1912, kur është ngritur flamuri i pavarësisë dhe kur është krijuar qeveria e parë dhe deri para pak vitesh, në Shqipëri kur një person i lidhur me pushtetin politik nuk është hetuar dhe gjykuar nga një drejtësi e pavarur. Kur janë pushkatuar, po, ministra, edhe janë varur në litar, po me urdhër nga kjo zyrë. Ku këtu në këtë zyrë gjendej shpata. Shpata që duhet rri gjithmonë në dorën e zonjës drejtësisë. E kishte pushteti politik. Ne e dorëzuam shpatën. Ai gjithashtu komentoi për kundërshtarin e tij politik Sali Berishën, duke përdorur një metaforë për të përshkruar situatën e tij dhe sfidat që ai përballet. O zotri, ne jemi në qeveri, ne kemi programin qeverisës të stër detajuar në çdo fushë. Ne jemi në negociata me Bashkimin Evropian, si mendon ti, me Bashkimin Evropian bën negociata ja fjalë vërtet, bën negociata me një vend që s'ka program. Çfarë muhabete që këto? Mos dëgjoni bufin e kënetës, largohuni nga këneta, ikni nga këneta, braktisni kënetën. Këto ditë të them unë. Nuk po them hikni nga këneta dhe bëuni antar të Partisë Socialiste. Ndërkohë, Rama i kundërshtoi thirrjet e Sali Berishës që inkurajojnë të ri të përdorin VPN-n për të hyrë në TikTok, duke theksuar se ky është një rrezik për sigurinë dhe të dhënat private. Sepse kur përdoret me VPN është i hapur për marrjen në kohë reale të dhëna. Kjo dihet botërisht. Është njësoj si ta përdorësh duke e ndarë me tjerët passwordin, duke ndarë me tjerët gjithë dhënat, edhe nëse nuk ke ndonjë problem me këtë punë, përdore.